18 prill është finalja e reality show më të madh në Shqipëri, Big Brother VIP Albania, e cila premton surpriza për publikun. Gjithçka po bëhet gati për spektaklin që premton të jetë një ngjarje e madhe televizive, e cila shikohet kudo ku ka shqiptar. Moderatori i Big Brother VIP, Ledion Liçu, zbuloi gjatë edicionit informativ në Top Channel disa detaje për përgatitjet për finalen e madhe. Ai u shpreh se do të jetë një koncert i vërtet 6 orësh me këngë, performancë surpriza. Përgatitjet në këtë fazë që jemi janë të tilla që ke një listë gjatë që duhet të bësh, e cila vetëm shtohet, ndryshon, evoluon. Po kaloj mirë, natyrisht me pak kohë gjumë, shumë orlodhje dhe djers. Shpresoj që mundi të mbaj se ndryshe nga herët e tjera jemi pak të prekur nga kushtet atmosferike. Jo se kemi qenë herët e tjera, por këtë vit kemi hapur 2 studio, edhe për publikun që do të vijë të shoh programin këtu, ne jemi pikërisht në atë që do ta quhet Studio 2. Është një studio me tavan qiellin, varemi pak nga moti. Me shpresë nuk do të ketë redotimi në çatin e yjeve, yje poshtë, yje lart, yje gjithandej. Biletat mund t'i gjeni lehtësisht online, çdo gjë ka kaluar online tani. Nëse jeni akoma me të vjetën dhe doni të merrni biletën fizikisht, janë 2 vendodhje, zyra në Kashar dhe Arena Center. Praktikisht është e lehtë për ta marrë, bileta ka një çmim simbolik. Qëllimi është të mbledhemi së bashku, jo vetëm ne që kemi jetuar çdo ditë me këtë përvojë, por jam i bindur që publiku për çdo banor është kthyer në një tifoz. Do të ketë shumë surpriza, ajo që do të ndodhë ndryshe nga edicionet e mëparshme është se surprizat do të kenë domosdoshmërisht lidhje vetëm me finalistët, do të ketë performanca dhe pjesëmarrje të artistëve të njohur dhe jo vetëm. Do të ketë surpriza shumë të bukura me pjesëmarrje të njerëzve të njohur dhe të panjohur, që të jenë qershia ambitor në udhëtimin e gjatë e 4 fatullumve që vijojnë të jenë afër nesh. U shpreh Ledioni duke zbuluar disa nga detajet për datën 19 prill, ku shpallet edhe finalisti Big Brother VIP Albania 4. Kujtojmë se në garë për çmimin e madh janë Gjesti, Rozana, Laerti dhe Egli.